Emri i saj i vërtet është Dona, por ajo njihet më së shumti me pseudonimin Dolce. Vajza simpatike shqiptare, e cila prej shumë vitesh jeton në Itali, u bë qendra e vëmendjes jo vetëm në Big Brother VIP Kosova, por edhe në Itali, ku u bë pjesë e formatit Grande Fratello për disa kohë. Simpatike, me sharm dhe stili Marilyn Monroe, shumë shpejt Dolce pa vete në krahët e Edit, një tjetër konkurrent ky shumë simpatik. Çifti rinin gjatë gjithë kohës së bashku dhe nuk munguan as shfaqjet e ndjenjave mes tyre. Largimin e Dolces nga ky format, Edi nuk e përballoi dot. Ai vazhdon të shkruaj letra brenda shtëpisë dhe i thot: "Më prit jashtë se do të takohemi", e vazhdon t'i bëj kërkesa produksionit për kthimin e Dolces. Madje, qau, sepse tha: "Jam i dashuruar dhe po vuaj mungesën e saj". Por Edi nuk e di ende që Dolce ka shkuar në Grande Fratello. Madje, mund të themi se Dolce e ka harruar Edin pa kaluar as 24 orë. Por çfarë po ndodh? Gjatë bisedës së parë njohëse me banorët italian, Dolce është pyetur për statusin e saj. A je lidhur me dikë? Përgjigjja e saj ishte menjëhershme dhe e prerë. Jo, duke mos përmendur fare momentet e ëmbla që ka kaluar me Edin, madje duke mos e llogaritur as si lidhje dhe as si ndjenjë. Kjo deklarat ka lënë pa fjalë ndjekësit shqiptar të këtij formati, të cilët kanë parë live për qafimet, puthjet dhe xhelozitë e çiftit Dolce Edi. Duket që sapo ka hyrë në tokën italiane, Dolce ka lënë pas edhe historinë me Edin dhe është prezantuar si një vajzë që nuk është në lidhje, pra e hapur për lidhje të reja brenda formatit Grande Fratello në Itali. A është ky mohim një strategji për të dukur interesante përpara italianëve? Apo Dolce e konsideron lidhjen me Edin si një ndjenjë momentale që mbetet vetëm brenda kufive të Kosovës? Kjo mbetet për t'u parë në vazhdim.